Plagosje me armë zjarri në Mitrovic. Policia arreston të dyshuarin. Një rast i rënd ka tronditur Mitrovicën ku një person dyshohet se ka përdorur armë zjarri për të plagosur një bashkëmoshatar. Ngjarja e tmerrshme ka ndodhur me një shkurt rreth orës 13:30 në lagjën Vaganic të Mitrovicës në rrugën Ilaz Kodra, ku dyshohet se Qerken Kurti, 56 vjeç, ka shtënë me armë zjarri ndaj Florent Hajlitit, gjithashtu 56 vjeçar, duke e plagosur në këmbën e majt. Pas ngjarjes, viktima ka kërkuar ndihmë mjekësore, duke u dërguar fillimisht në spitalin rajonal të Mitrovicës dhe më pas në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku sipas mjekëve gjendja e tij është stabilizuar. Policia ka reaguar shpejt duke arrestuar të dyshuarin në shtëpinë e tij, ndërsa njësitë e hetimeve dhe krim teknikës kanë bërritur në vendin e ngjarjes, ku kanë sekuestruar prova materiale dhe intervistuar dëshmitar. Fillimisht rasti është iniciuar si vrasje në tentativë, por pas hetimeve është rikualifikuar në lëndim trupor dhe përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm. I dyshuari është ndaluar për 48 orë dhe hetimet janë në vazhdim për zbardhjen e plotë rreth anave të ngjarjes.